Hungaria po përballet me një situatë të pazakontë energjetike, pasi centrali i vetëm bërthamor i vendit pritet të mbyllet për herë të parë për shkak të nivelit rekord të ulët të ujit të lumit në Danub. Kryeministri Peter Magyar deklaroi se centrali Paks nuk mund të vazhdojë funksionimin pasi uji i lumit nuk mjafton më për sistemet e ftohjes së reaktorëve. Ai paralajmëroi se nga fillimi i javës së ardhshme furnizimi me energji elektrike mund të vihet në rrezik, ndërsa vendi po përballet edhe me një val të fortë të nxehti. Temperaturat pritet të arrijnë deri në 37 gradë Celsius, ndërsa mungesa e rreshjeve ka përkeqësuar ndjeshëm situatën. Kryeministri hungarez u bëri thirrje qytetarëve të kufizojë konsumimin e energjisë gjatë orëve të pikut, duke shmangur përdorimin e pajisjeve me konsum të lartë dhe karikimin e automjeteve elektrike. Niveli i Danubit ka rënë në pikën më të ulët të 3 dekadave të fundit në disa vende të Europës qendrore dhe lindore, përfshirë Hungarinë, Rumaninë dhe Serbinë. Pasojat e thatësirës po ndjen edhe në vendet fqinje, ku në Rumani është ndalur një nga 2 reaktorët bërthamor të centralit Cernavoda, ndërkohë në Bullgari është pezulluar lundrimi në një pjesë të Danubit.